situatat e fundit brenda shtëpisë. Sipas saj, disa prej banorëve po e shfrytëzonin situatën dhe po përpiqeshin të përfitonin nga emocionet dhe reagimet e saj. Debati u tensionua edhe më shumë kur Selin u përball drejt për drejt me disa nga banorët, duke i akuzuar se po e përdornin për lojë dhe për të krijuar situata që do të tërhiqnin vëmendjen e publikut. Fjalët e saj ishin të drejtpërdrejta dhe të forta. Boll më shfrytëzuat, u shpreh ajo me nervozizëm, duke treguar qartë se kishte arritur në një pikë ku nuk mund të duronte më. Atmosfera në shtëpi u bë menjëherë shumë e rëndë. Disa banorë u përpoqën ta qetësonin situatën dhe ta bindnin Selin që të mos merrte vendime të nxituara. Megjithatë, ajo dukej e vendosur dhe e zhgënjur nga ajo që kishte ndodhur. Sipas saj, eksperienca në shtëpinë e Big Brother VIP nuk po ishte më ajo që kishte pritur në fillim. Ajo theksoi se kishte hyrë në këtë aventurë për të përjetuar diçka ndryshe, për të njohur njerëz të rinj dhe për të ndarë momente të